Gjermania do të ndaj 1.500 deri në 6.000 euro subvencione për të gjithë ata që duan të blej një makinë elektrike apo makinë hibride, pra makina të kombinuara me karburante dhe energji elektrike. Këto ndihma do të jepen në mënyrë retroaktive prej fillimit të vitit 2026. Ndihmat akoma nuk mund të kërkohen zyrtarisht. Shkaku pse akoma nuk mund të merren këto subvencione është që ende nuk është krijuar platforma e nevojshme për kërkimin e këtyre ndihmave, por pritet që kjo të ndodhë shumë shpejt. Më konkretisht, pritet të ndodhë në muajin maj. Kështu ka vendosur Bundestagu Gjerman të premten me 17 prill 2026 me votat e partive në pushtet CDU, CSU dhe SPD. Ligji parashikon që këto ndihma për makina elektrike hibride të shkojnë pra deri në 1.500 euro, ndërsa për ato elektrike shkojnë deri në 6.000 euro. Por si llogaritet kjo dhe kush mund të përfitoj? Ndihmat varen nga lloji i automjeteve, nga lartësia e të ardhurave dhe numri i fëmijëve. Ndërsa këto ndihma mund të marrin personat që kanë të ardhura familjare vjetore jo më të larta se 80.000 euro, e nëse kanë edhe 2 fëmijë, të ardhurat mund të shkojnë deri në 90.000 euro në bazë vjetore, pra për një vit. Ndihmat ndahen kështu pra. Ata që blejnë një makinë hibrid dhe i plotësojnë kushtet marrin të paktën 1.500 euro, ndërsa për makina elektrike jepen të paktën 3.000 euro. E kur llogariten edhe fëmijët, ndihmat mund të shkojnë pra deri në 6.000 euro. Ndërsa prej tani, qeveria do të subvencionoj edhe nga 2.000 euro në emër të stacioneve për karikim, pra për mbushjen e automjeteve elektrike për godinat me apartamente. Pra nëse keni në plan të bleni ndonjë makinë elektrike apo dhe hibride, interesohuni tek shitësi juaj se sa mund të përfitoni, sepse varet nga niveli i fitimit familjar dhe modelet e makinave. E së shpejti pra do të ketë edhe një portal ku mund të bëhen kërkesat dhe do të shkeni qartë se sa mund të përfitoni. Sa po të dihet diçka më shumë rreth këtyre gjërave, unë me siguri që do t'ju informoj, ndërsa ju mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse me siguri që ka ndoshta edhe ndonjë mik i juaj që do të blej makinë hibride apo elektrike, dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë informacionet në kohën e duhur. Ndërsa këto informacione mua personalisht më duken shumë interesant edhe për faktin që kohët e fundit karburantet kanë shkuar vërtet me çmime tepër të larta. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.